E dashura sekrete e Vladit të çmendur është rishfaqur ndërsa presidenti rus është në ndjekje të ish-partnerit të saj. Alina Kabaeva ishte një gjimnaste në ngjitje në vitin 2001 kur presidenti rus Vladimir Putin, 49 vjeç në atë kohë, mori pjesë në një aktivitet ku ajo po performonte. Cari me sa duket shprehu simpatim për Alinën dhe mori të dhënat e kontaktit të saj. Me shumë mundësi një agent ishte angazhuar për të mbledhur të dhëna mbi Alinën. Në vitin 2006 filluan të qarkullonin thashetheme se dyshja kishte një aferë. Në atë kohë Alina po dilte me një person 15 vjet më të madh se ajo, një oficer të zbatimit ligjit të quajtur David Museliani. Në prill të vitit 2008, gazeta ruse Moskovski Korrespondent raportoi fejesën e Alinës me Putinin, por informacioni u mohua shpejt dhe botimi u mbyll. Që nga viti 2008, Alina e ka mbajtur jetën e saj personale të fshehtë nga publiku me çdo kusht. Kohët e fundit ajo u shfaq në Instagram me një postim nga llogaria e saj zyrtare duke vlerësuar një performancë në kampionatin e klubeve Aeon Cup. Alina shkroi: vajzat treguan një rezultat të jashtëzakonshëm, një medalje ari për të rinj dhe një medalje argjendi në garën ekipore. Por ky është vetëm fillimi, jam e bindur se na presin edhe më shumë fitore. Sipas botimit rus Telegraf, prej vitesh në internet qarkullojnë thashetheme se atletja ka lindur disa fëmijë për diktatorin rus Putin. Sa i përket ish të dashurit të Alinës, David Museliani, ai dhe Alina u ndan menjëherë pasi u shpërndan thashethemet për Putin. Për të shëruar zemrën e tij të thyer, David la forcat e rendit dhe u fut në tregun e pasurive të paluajtshme në Moskë, duke hapur firmën e tij. Megjithatë, në vitin 2022, siç raportohet nga Daily Mail, ishi dashuri i Alinës kërkoi nga agjencitë e inteligjencës ruse. Komiteti hetues rus akuzoi David Muselianin për përvetësim të fondeve publike në lidhje me sabotimin në portet e Arktikut dhe ai është në listën ndërkombëtare të kërkuarve në Rusi. Nëse ekstradohet në Moskë, ai përballet me 5 vite burg.